Radio Marinë e Kosovës, një zë i krishterë në shtëpinë tënde. Radio Maria Kosovë, një zë i krishterë në shtëpinë tënde. Mirëmëngjesi. Në emisionet e mëparshme, pasi kemi shpjeguar shkurtimisht se çfarë janë emocionet, jemi përpjekur që të përshkruajmë disa tipologji të tyre, me qëllim që të japim një panoramë mjaft të gjerë të ndjenjave që karakterizojnë përjetimet tona të përditshme. Në këtë emision do të bëjmë një pyetje tjetër, po aq të rëndësishme për përjetimet tona të përditshme. Nuk mjafton që të bëhemi të vetëdijshëm për emocionet që provojmë për të krijuar një marrëdhënie të drejtë me botën tonë afektive. Është e nevojshme që të bëjmë një pyetje të mëtejshme, atë që ka lidhje me se si ti jetojmë këto emocione, se si ti mbarshtojmë ato në mënyrë të përshtatshme. Lumturia jonë, mirëqenia jonë, ekuilibri ynë i brendshëm varet jo vetëm nga ajo që përjetojmë, por edhe nga mënyra se si e jetojmë atë që provojmë. Një agresivitet gjithnjë i mbajtur brenda mund të shkaktojë infarkt. Një trishtim vazhdimisht i shfaqur shkakton largim. Ai që nuk e lejon veten të gëzojë, jeton një ekzistencë të ngushtë, ndërsa ai që e le veten të kapet prej euforisë, prirë që të mos i kuptojë të tjerët dhe t'i trullos ato me gajasje të tepruara. Pra, t'i kuptojmë emocionet do të thotë të mësojmë se si t'i jetojmë, se cilat janë mënyrat, teknikat dhe strategjitë përkatëse me qëllim që bota jonë emotive, në vend që të jetë një pengesë, të bëhet për ne një burim paqeje dhe ekuilibri të brendshëm. Në psikologji ekzistojnë shumë mënyra për ta trajtuar këtë problem, të cilat shoqërohen me propozime të ndryshme teknikash për një marrëdhënie të përshtatshme me emocionet tona. Tani, le të shohim teorinë e kusisë me presion. Brendësia jonë, sipas kësaj teorie, mund të krahasohet me një kaldaj të stërmalle apo me një kusi të madhe me presion. Në të vlon gjithë bota jonë emotive. Aty ngrohim ndjenjat tona personale dhe armiqësitë, ruajmë ankthët dhe tensionet, trishtimet dhe angështitë që na kaplojnë. Në të hedhim të gjitha emocionet ose të paktën ato që normalisht i konsiderojmë si negative. Nëse gëzimin, gazin, mirënjohjen dhe qeshrat në përgjithësi i vlerësojmë si pozitive dhe i shprehim me shumë lirshmëri, emocioneve të tjera jemi mësuar që t'u japim një vlerë negative. I konsiderojmë të këqija, turprohemi apo ndihemi në faj kur i përjetojmë ato. Le të mendojmë për shembull se sa të vështirë kemi të pranojmë se jemi xheloz, ziliqar, armiqësor ndaj të tjerëve. Sot do të donim t'i fshihnim, jo vetëm ndaj të huajve, por edhe ndaj vetes sonë, trishtimet, angështimet, frikat për të cilat lehtësisht turprohemi. Teoria kusisë me presion bazohet mbi dy bindje të ndryshme. Bindja e parë është kjo: nuk ekzistojnë emocione negative. Gjendjet shpirtërore të pranishme në ne janë fenomene që ndodhin dhe ne nuk kemi asnjë përgjegjësi për to. Ato mund të krahasohen me reagimet e fizikut tonë, u përgjigjen ligjeve psikologjike për të cilat ne nuk jemi të përgjegjshëm. Në emisionet e mëparshme, kur kemi bërë pyetjen se çfarë janë emocionet, i kemi përkufizuar ato si prirje drejt apo larg prej, që formohen në mënyrë të vetëdijshme të personi shumë më përpara se sa ai të ketë mundësi t'i vlerësojë ato apo të shprehë një gjykim ndaj tyre. Për këtë arsye, nuk është e saktë që të ndahen emocionet në pozitive dhe negative, pasi, duke qenë se lindin pa ndihmën e vullnetit ton, nuk mund t'u vishet atyre asnjë vlerë morale, do me thënë që janë të mira apo të këqija.
Dhe bindja e dytë është kjo. Emocionet e pranishme brenda nesh grumbullohen dhe herët avon priren të shprehen, të shpërthejnë, të shfryhen, ashtu si ovulli del prej kusis me presion. Ky fenomen vlerësohet si pozitiv, natyror. Mendohet se brendësia jon nuk mund të përmbajë më shumë se sa një sasi të caktuar emocionesh. Sipas kësaj teorie, kur sasia e tyre rritet shumë, është mirë që të shprehen, apo siç thuhet zakonisht, të shfryhen. Pra, kjo shfryrje vlerësohet si një burim mirëqënieje, një lehtësim për psikikën e personit, që nëse nuk do ta kishte këtë valvull shkarkimi, do të duhej t'i mbante të gjitha emocionet dhe pastaj të kalonte në përdorimin e mënyrave të tjera për të shkarkuar tensionin e tepërt. Këto mënyra vlerësohen si patologjike dhe të dëmshme për vetë personin dhe shfaqen me simptoma të ndryshme. Një kategori e parë është ajo simptomave nevrotike, si për shembull zhvendosja e tensionit në objekte të jashtme, siç ndodh në rastin e fobisë, ku angështitë e brendshme drejtohen jashtë dhe shkaktojnë frikë. Një shembull tjetër janë mendimet obsesive e përtypse të personit intolerant ndaj vetes së vet, i cili i pa aftë për ta pranuar agresivitetin e vet, e eliminon atë, duke e shprehur pastaj në mënyrë indirekte nëpërmjet mendimeve përsëritse me përmbajtje provokuese, siç është shfaqur vazhdimisht në mendjen e tij të fjalëve të ndyra apo e mallkimeve. Një shembull i fundit mund të jetë edhe prirja për të somatizuar, domethënë për t'i kaluar në planin fizik ndjenjat e papranuara në nivel emotiv. Kështu shpjegohet shpeshësia e infraktit te personat agresiv. Problemet gastrike tek ata që përveç shtyrjes poshtë të ushqimit gëlltisin edhe zemrimin. Dhimbjet e forta të kokës te ai që ka vështirësi për t'i njohur dhe për t'i pranuar ankthet dhe frikat e veta. Si përmbledhje, teoria e kusisë me presion pohon se është normale të ndihesh dhe që është mirë t'i shprehësh emocionet ashtu si t'vijnë, përndryshe do të përfundonim t'i shprehnim apo t'i kanalizonim ndjenjat tona në mënyrë të pashëndetshme, duke penguar kështu mirëqenien tonë. Modeli i pjekurisë që shihet në këtë teori është ai i personit të lirë, spontan, shprehës i emocioneve, për të cilat nuk reflekton dhe nuk beson se ka të drejtë t'i shpreh ato pa asnjë problem, pa marrë as pak parasysh as të mirën e vet dhe as të mirën e tjetrit. Dhe tani kalojmë te teoria kafazit. Para kushtet e kësaj teorie, krejt të ndryshme prej atyre të teorisë së mëparshme janë këto në vijim. Kjo teori pohon se ekzistojnë emocione pozitive dhe negative. I përkasin kësaj kategorie të fundit në mënyrë krejt veçantë ato emocione që kanë lidhje me përmasën më instiktive të personit, si agresiviteti dhe dëshira e lidhur me seksualitetin. Në përgjithësi, emotiviteti vlerësohet si inferior në krahasim me racionalitetin, që shihet si ai që karakterizon qenien njerëzore. Dhe e dyta, prej parathënies së mëparshme, rrjedh një mënyrë e veçantë se si mendohen dhe se si mbarshtohen emocionet. Si përfaqësuese të një përmase inferiore të personit njerëzor, ato duhet të kufizohen, të mbahen, të futen në kafaz për t'i lejuar racionalitetit që të mbizotrojë mbi to. Prej këtu rrjedh një model i personit që priret ta barazojë pjekurinë me kontrollin dhe ta quajë të ekuilibruar atë person që mbi spontanitetin, emotivitetin dhe shprehjen e tyre vendos gjithmonë arsyen, mendimin dhe reflektimin. Pyetja që lindet ve ti është kjo: çfarë duhet të mendojmë në lidhje me këto teori? Jemi ballafaquar me dy mënyra të kundërta për mbashtimin e botës sonë emotive. Ndoshta edhe kemi gjetur veten në njërin model apo në modelin tjetër. Te secili prej nesh
priret të mbizotrojë për masa shprehse, tipike e kusisë me presion, apo ajo e kontrollit përmbajtës karakteristik e modelit të kafazit. Po ashtu, kemi mundur të konstatojmë se si këto dy modele jo vetëm ndryshojnë në nivel ngjyrimi, por paraqiten si krejtësisht të ndryshme dhe propozojnë dy konceptime pjekurie krejtësisht të kundërta. Lind si rrjedhoi nevoja një vlerësimi, me qëllim që të dallojmë se cilës prej tyre duhet i referohemi për të mësuar një mbarshtim të përshtatshëm të emotivitetit tonë. Tani le të shohim kufizimet dhe pozitivitetin e teorisë së kusisë me presion. Modeli i kusisë me presion nis prej një parakushti shumë të vërtetë dhe të vlefshëm. Emocionet nuk i krijojmë ne, ato lindin vetvetiu. Siç kemi vënë re në emisionet e para, ato lindin si prirje larg prej apo drejt një objekti të perceptuar. Vetëm në një moment të dytë, pasi i kemi provuar, jemi në gjendje që t'i vlerësojmë ato. Pra, kjo do të thotë se nuk ekzistojnë në nivel përvoje emocione pozitive apo emocione negative, ashtu si nuk është as e mirë dhe as e keqe dhimbja e barkut që provojmë kur jemi ftohur apo dhimbja e kokës që është shenjë lodhjeje. Megjithatë, edhe pse supozimi fillestar është shumë i vlefshëm, teoria e kusisë me presion ngjall ndërdyshje për dy arsye: pa përgjegjësinë dhe rrezikun e rëndimit të problemeve. Fakti që emocionet nuk duhen vlerësuar si të këqija nuk do të thotë detyrimisht që ato janë të mira. Duke qenë se lindin prej një perceptimi të caktuar të realitetit dhe jo me ndihmën e vullnetit të personit, mund t'i quajmë neutrale. Megjithatë, kjo gjë nuk sjell papërgjegjshmërinë tonë ndaj tyre, të paktën në dy këndvështrime, atë të shkaqeve dhe atë të mbarshtimit të emocionit. Të flasësh për shkaqe do të thotë të bësh pyetjen në vijim. Çfarë ka shkaktuar këtë emocion? Si ka lindur ai brenda nesh? Çfarë elementesh e kanë favorizuar atë? Nëse është e vërtetë që ato lindin si përgjigje automatike ndaj disa perceptimeve të caktuara, po aq e vërtetë është se ne mund të krijojmë disa kushte paraprake për t'i favorizuar apo për t'i shmangur ato, bashkë me komplikacionet dhe rastet e keqënjes për ne dhe për të tjerët. Liana është 16 vjeçe dhe është vazhdimisht e pikëlluar. Ndihet e shëmtuar, nuk dëshiron të dalë me shoqërinë e vet, ndihet një peshë për të tjerët. Edhe ajo që një herë një kohë i pëlqente, tani nuk i intereson më. Situata është përkeqësuar prej faktit se i dashuri i saj e ka lënë atë për një vajzë tjetër. Liana ishte shumë e dashuruar me të dhe është tronditur shumë kur ka marrë vesh se ai e ka joshur vetëm sa për të tallur me të, për të shtuar numrin e të dashurave të veta. Tani, ajo nuk ka dëshirë të bëjë më asgjë. Në mëngjes është një dramë për të ngritur nga shtrati. Gjatë ditës e ka papritmas një dëshirë e madhe për të qarë. E vetmja zgjidhje që arrin t'u jap problemeve të saj është ajo që të qëndroj sa më shumë e mbyllur në dhomën e vet, që të kujtoj të kaluarën, të qaj, të sotmen, tradhtin e psuar, sigurinë se nuk do të gjej më kurrë një djalë tjetër, pa pasur pikë dëshirë që të takoj askënd, të përgjigjen në telefon apo të dalë me shoqet e veta. Shembulli më sipërm ilustron me saktësi atë që po thonim në lidhje me përgjegjësinë ndaj ndjenjave tona. Vajza e përshkruar në shembullin më sipërm është në të njëjtën kohë viktim dhe përgjegjëse për atë që provon. Viktim sepse ndjenja që jeton është e ligjshme dhe e shkaktuar prej jashtë. Depresioni, siç e kemi shpjeguar në emisionin Emocionet pa, lind kur e gjejmë veten pa tjetrin, të privuar prej afektit të figurave të rëndësishme. Depresioni është rrjedhoi natyrale e një braktisjeje, si ajo përshkruar në historinë e Lianës dhe për të cilën ajo nuk është përgjegjëse.
Mënyra se si ajo reagon ndaj kësaj gjendjeje shpirtërore nuk është aq neutrale. Lënia në dorën e emocioneve, ndjekja e dëshirës për të mos reaguar, mbyllja në botën tonë janë të gjitha reagime që në mënyrë të vetëdijshme shoqërojnë depresionin. Megjithatë, në mënyrë të vetëdijshme nuk do të thotë domosdoshmërisht. Të kemi dëshirë që të reagojmë në një mënyrë të caktuar nuk do të thotë se duhet të sillemi ashtu dhe aq më pak që ky reagim i përgjigjet të mirës sonë. Nëse nuk mund të zgjedhim çfarë emocionesh të provojmë, mund të vendosim të bindemi apo jo këtyre emocioneve. Vajza për shkruar më sipër nuk mund të vendosë të jetë apo jo e dëshpëruar. Kjo ndjenjë i diktohet asaj dhe ajo s'mund të bëjë tjetër veç se t'i bindet. Por, ajo është e lirë që të pësoj apo të veproj pa lërë veten të përfshihet prej emocioneve të saj. Si për shembull, të mbyllet në shtëpi, t'i sjell dhe t'i risjell në mendje këto emocione, të mos i vë re më të tjerët e tjerë, apo t'i tejkaloj duke shkuar përtej përjetimit të vet personal, duke gjetur arsye për të shpresuar, duke përdorur arsyen për të hedhur poshtë pushtetin ndërmues të emocioneve. Ato prirën të ushqejnë reaksione, reagime zinxhir që grumbullohen dhe nuk u lën vend gjërave të tjera. Siç kemi pasur mundësi të shohim, emocionet jo vetëm ngjyrosin jetën tonë, por krijojnë edhe shpërpjestime në mënyrën e perceptimit të realitetit, vënë në vend të parë disa përmasa të jetës, zakonisht atë afektive dhe lën pasdore të tjera, atë shpirtërore apo racionale. Pra, teoria akusis me presion, edhe pse me të drejtë vë në dukje neutralitetin e elementit emotiv, i bën personat të papërgjegjshëm duke u hequr atyre përgjegjësinë e emocioneve të veta. Duke synuar që të na liroj për një leximi tepër negativ të jetës sonë të brendshme, rrezikon të na neutralizojë atë aftësi vendimmarrëse dhe zgjedhje aktive, si për shembull që të mos e lëm veten të përshtjedhohemi prej emocioneve, që faktikisht favorizojnë mirëqenien tonë. Mbarshtimi. Po ashtu, teoria akusis me presion jo vetëm që na heq përgjegjësinë, por rrezikon edhe që t'i rëndojë problemet tona. Ajo nuk bën dallim mes emocionit të provuar dhe të shprehur dhe vlerëson pozitiv si fenomenin e parë, ashtu edhe të dytin, pa vlerësuar mundësinë më të madhe apo më të vogël për të shprehur atë që personi përjeton dhe mënyrat me të cilat ai e shpreh së jashtmi këtë emocion. Mikeli vuante vazhdimisht prej dhimbjes së stomakut dhe për këtë arsye kishte shkuar te mjeku, i cili kishte folur për zanafillën psikosomatike të sëmundjes së tij. Shqetësimi dukej se shkaktohej prej stresit, më saktësisht prej prirjes së Mikelit që ta gëlltiste agresivitetin në vend që ta shprehte atë. Sipas doktorit, Mikeli mund të krahasohet me një kusi me presion, pa asnjë valvull shkarkimi. Duke mos mundur që të shprehej në asnjë mënyrë, agresiviteti kishte gjetur të vetmen rrugdalje, atë fiziologjike. Stomaku ishte bërë barometri i tensioneve të Mikelit. Për këtë arsye, mjeku i kishte këshilluar që të mos shqetësohej dhe të mësonte ta shprehte agresivitetin lirisht, pa marrë parasysh asgjë, pasi ishte e drejta atij që ta shprehte zemrimin që ndjente. Mikeli, duke ndjekur këshillën e mjekut, kishte filluar t'i shprehte lirisht pa kënaqësitë e veta me personat që kishte përreth. Por, pas një viti, nuk vinte re ndonjë përmirësim të madh për sa i përket shëndetit, e vetmja risinë e jetën e tij ishte kjo, i dukej vetja se ishte më vetëm se sa më përpara. Shembulli më sipërm na ndihmon që të kuptojmë ndryshimin mes emocionit të ndier dhe atij të shprehur.
Me të drejtë, në rastin e Mikelit, mjeku kishte dalluar shkakun psikosomatik të shqetësimit të tij në stomak dhe nevojën për t'i njohur, pa i eliminuar këto emocione që janë pjesë e bagazhit ton afektiv të përditshëm. Por doktori nuk ishte kujdesur për efektet negative mbi të dhe mbi të tjerët të shprehjes së pakuzuar të agresivitetit dhe të gjitha emocioneve të tjera që ne jetojmë. Ato, nëse shprehen lirisht, marrin dy karakteristika të veçanta dhe në fund i kthehen vetë personit. Parasgjithash, priren të bëhen të papërmbajtshme, si zjarri që jep ngrohtësi, por ndaj cilit duhet të tregojmë kujdes, me qëllim që të mos përhapet dhe të djegë. Kështu, edhe emocionet tona janë të domosdoshme për t'i dhënë ngjyra e gjallëri jetës sonë, por duhet të tregojmë kujdes, me qëllim që të mos e lëmë veten të përshtjedhohemi prej tyre. Shprehja e agresivitetit favorizon një stil luftarak. Ushqyerja e frikës na bën gjithnjë më të frikësuar. Shprehja e hapur e trishtimit ton mund të bëjë që të mbyllemi në spiralen e ndjenjave tona depresive. Po ashtu, është utopike që të mendojmë t'i shprehim emocionet pa marrë parasysh ata me të cilët jetojmë. Edhe ata mund të dëshirojnë t'i shprehin në mënyrë të vetëvetishme për jetimet e tyre, apo nuk janë domosdoshmërisht të gatshëm për të mikpritur gjendjet tona shpirtërore. Pra, përvoja e përditshme priret ta hedhë poshtë teorinë e shprehjes së lirë. Sikur të gjithë të shprehnim gjithçka provojmë, do të përfundonim të jetonim në kaosin maksimal afektiv dhe të qëndruarit tonë së bashku do të ishte më i ngjashëm me jetën e xhunglës sesa me një bashkëjetesë të paqët. Nga ana tjetër, nëse është e vërtetë që në nivel perceptimi, do me thënë në nivel të asaj që ne ndjejmë, emocionet janë neutrale, nuk mund të thuhet e njëjta gjë për sa i përket shfaqjes së tyre. Të gjitha emocionet, nëse shprehen lirisht dhe pas një përmbajtje, ndikojnë negativisht të tjerët. Agresiviteti e bën tjetrin të vuaj, e plagos, e poshtron dhe e frikson atë. Euforia e lodh tjetrin apo personi mund të mos tregohet i sjellshëm. Depresioni peshon mbi tjetrin apo e bën atë të ndihet në faj. Frika ngjitet dhe krijon ankth. Pastaj duhet të pyesim veten se si të tjerët do të reagojnë përpara emocioneve tona. Nëse ne kemi të drejtë që ta shprehim atë që provojmë, e njëjta gjë vlen edhe për ta. Edhe një herë krijohen rrethe vicioze, reaksione dhe reagime zinxhir që në vend që të favorizojnë lirimin e individëve, komplikojnë jetën afektive dhe marrëdhëniet ndërpersonale. Pra, mund ta mbyllim duke pohuar se nëse nga njëra anë teoria akuzisë me presion vën me të drejtë theksin mbi rëndësinë e mos përmbajtjes së botës sonë afektive, nga ana tjetër krijon iluzionin se thjesht shprehja e saj, shfryerja e asaj që provojmë, është me të vërtetë në gjendje që të krijojë një ekuilibër në botën tonë afektive. Kufizimet dhe pozitivja e teorisë së kafazit. Nëse shfryerja emotive nuk mundson një mbarshtim të përshtatshëm të ndjenjave, kontrolli i tepruar propozuar prej teorisë së kafazit duket se as ai nuk i zgjidh problemet e lidhura me shprehjen e afektivitetit tonë. Kufizimi i saj më i madh është ai që mund ta quajmë një iluzion, të menduarit se emocionet zhduken nëse nuk njihen, nëse mbyllen në kafaz, nëse hidhen në një kënd të errët të vetdijes sonë. Shpesh, ky iluzion shoqërohet me atë që mund ta quajmë ideja e gjithëpushtetshmërisë, mendimi utopik se mund të arrijmë ta kontrollojmë vetëm me anë të arsyes botën tonë emotive, të konsideruar negativisht dhe të vlerësuar si inferiore në krahasim me përmasën racionale të qenies sonë. Gjoni është një i ri me shumë aftësi intelektuale. Ndjek vitin e fundit të inxhinierisë dhe është duke u diplomuar me rezultate të shkëlqyera. Është fëmijë i vetëm dhe prindrit e tij, sidomos e ëma, e adhuron.
por prej disa kohësh në familje situata është bërë tejet konfliktuale. Johnny është i dashuruar me Paulen, një vajzë që nuk u përgjigjet pritshmërive të prindërve të tij. Me origjinë prej jugut, nuk ndjek universitetin, sepse duhet të punojë për të mbajtur familjen e saj të madhe. Nëna e Johnit tmerrohet kur mendon mungesën e kulturës së atyre që në të ardhmen mund të bëhen vjerrit e djalit të saj dhe me të çarat dhe kërcënimet e lodhjes nervore përpiqet që ta bindë Johnin që ta lërë atë vajzë. Johnny reflekton dhe vlerëson situatën. Prindërit e tij nuk e kanë krejt gabim. Nuk do të jetë edhe aq e lehtë të mbarshtosh një familje si atë të Paulës, kur ata të dy do të martohen. Po ashtu, pyet veten nëse është e drejtë që të shkaktoj kaq shumë vuajtje prindëve të vet, sidomos nënës së tij që ka bërë kaq shumë për të. Atëherë vendos që ta lërë Paulen dhe t'ja bëjë me dije në mënyrën më të qartë dhe më të vendosur të mundshme. Një burr i pjekur nuk mund t'ja lejojë vetes as lotët dhe as të gjitha ato emocione që rrezikojnë vetëm që t'ja bëjnë jetën më të vështirë. Është shumë i gëzuar për vendimin që ka marrë, për këmbguljen dhe për shpejtësinë me të cilën e ka mbyllur këtë çështje, jo të lehtë. Por nuk arrin të kuptojë se si tema e filluar në mënyrë kaq të shkëlqyeshme qëndron e bllokuar prej kush e di çfarë force të mistershme që e pengon atë të vazhdojë. Vetëm pas një ballafaqimi të gjatë me një mik, Johnny kupton se bllokimi përbën shfaqjen e jashtme të një zemërimi të refuzuar, atë ndaj të ëmës, të cilën ai në mënyrë të pavetdijshme është duke ndëshkuar, duke e privuar prej gëzimit që ta shohë atë të diplomuar, pasi prej saj është ndier i shtrënguar që të lërë vajzën me të cilën ishte dashuruar. Historia e Johnit është historia emblematike e atij që e gënjen veten se mund t'i eliminojë emocionet prej jetës së vet, ashtu siç heq pluhurat të shtëpisë. Ato, përkundrazi, kanë një peshë që duhet ta njohim, nëse nuk duam t'i shprehim në mënyra ndoshta më të fshehta, por padyshim më të rrezikshme. Aspekti pozitiv i teorisë së kafazit qëndron në njohjen e vlerës së kontrollit të botës sonë emotive, nevojen për të përmbajtur përmasen afektive. Nëse lihen pas dore, emocionet rrezikojnë t'i fusin personat në rrallë vicioz, ndjenjash gjithnjë më intensive dhe vërshuese, si edhe të krijojnë lodhje të ata vetë dhe apo refuzim të tjerët që jetojnë me ta.